Briseda Çakërri, vendlindja Vlorë, kandidat për këtë ka studiuar aty në qytet. Në Universitetin Ismail Gjemali. Po. Aktivitete shoqërore, antar partije. Është aktivitet goxha shoqëror, kontribon për shoqërinë, patjetër. Datlindja 1990, edhe pse nuk është shumë etike, me moshën e zonjave apo zonjushave. Datlindja 1992. Ua, 5 vjeç ka protestuar. Me ato pistoletat me muzikë. I mamen ato pistoletat. Filonte zhurma ambulancat. Të më fletë muaj për Sailor Moon. Dilte kjo. Ishte zani. Ishte edhe kjo e vogël. Unë në Vlorë kam qenë në 97-ën, po thuaj se të njëjtën moshë. Berisha! Po këtë e ka thënë vërtet. Jo, po, kjo ishte nga ktheve. Ishte e publikuar nga dritarja, e ripostuar nga tema, urdhro, po doli ke tema, është linja zyrtare. Në vërtet. Të lutem shumë tani. Vazhdo me një tjetër, pritë se kishte edhe ca tjera, se nuk mbaron çmenduria e ndjes publikut. Duhet i përcjellim gjitha mesazhet e telefonatat, po dje ka qenë, e thash, 29-a ka qenë ditë që duhet shënuar. Vazhdo me një tjetër nga ato. Urdhro, Carlo Bolino. Ne kishte marrë ma. Më falë, se kjo meriton, do të qohemi në këmë, se është një gëzëtar profesionist, lutem, ma e pak titullin e Carlos, ma e pak, shife, ndryshimet në kod nuk i shpëtojnë shpifësit profesionist në gjyqet penale. Carlo Bolino. Ose si bën italianët. Carlo. Ma perché, Carlo? Ma cosa dici, Carlo? Carlo. Nuk është nevoja as ta themi se çfarë ndodh. Carlo Bolino ndërkohë është, nuk e di sa herë është i paditur për shpifje? Jo për shpifje. Për shpifje me ç. Për shpifje. Për shpifje. Ai nivel. Ajo pra, aq keq, aq poshtë, për shpifje. Carlo shumë i shqetësuar dhe nuk e di, ndoshta do e shpëtoj gazetarin ton, ndoshta. Me siguri. Tjetër kemi, kishte edhe një që më bëri shumë përshtypje, ma jep edhe të fundit regjia të lutem. Kjo është Huffington Posti i Spanjës. El colmo de la corrupción. S'ka nevojë për ta përkthyer fare, kuptohet nga gjithë. Shqipëria krijon një ministre për inteligjencën artificiale. Shive. Është foto e Edi Ramës. Po. Qa perle, është foto e Edi Ramës dhe mediat e Amerikës Latine, sa janë këta 1,5 miliard banor që flasin spanjisht, gjysma botës praktikisht. Huffington Post është një nga mediat më të mëdha online. Foto e Edi Ramës dhe sipër kulmi i korrupsionit. Kulmi i korrupsionit, njerëz, edhe sigurisht pastaj shpjegon aferën e Akshit. Edhe atyri bën përshtypje. Akshi. Dhe kishte një paragraf kaq e pabesueshme, thoshte miq të dashur, drejtoresha e Akshit, njeriu që ka abuzuar për 13 vite me tenderat e kështu, jeton me qera. Jeton me qera. Po. Jeton me qera. E shkreta. E gjora. Kam dëgjuar një të moshuar në Peshkopi, e ka një mënyrë të thoni shumë të bukur, fjalën e shkreta. E thoshte kështu, e shkreta. E shkreta, edhe Melinda është e shkreta, me qera, kara lekë shumë, Prandaj dhe këta kanë punuar vetëm në euro, miq të dashur, si do qoftë.